Njerë ju falenderoj gjithve që keni marrë pjesë në hapjen e fushatës, ndoshta fushatë historike në vendin tonë. Dua të them që jemi me qindra në të sallë, po me zemër jemi shumë më shumë. Jemi me mira. Mua më vjen mirë që këtu ka naftëtarë me cilët ne kemi protestuar ndër vite për të mbrojtur rafinerinë e vetme të Vallshit në Shqipëri, e cila sot ose para disa viteve ishte privatizuar, edhe sot është e shitur për hekur, e që Lëvizja Bashkë don me të vërtetë ta ndërtojë. Më vjen mirë që këtu kemi minatorë, që ndër vite kemi protestuar për të miratuar një drejtë bazike, si që është statusi i minatorit, në mënyrë që minjerat të prodhojnë pasuri për Fierin, Lezhën e gjithë Shqipërinë. Mua më vjen mirë që ndodhen shumë student, por më shumë edhe ish student të protestave të mëdha të 2018-s. Sepse atëherë kemi protestuar ndër vite për arsim dinitoz e për arsim për të gjithë. Ama më vjen mirë që kemi edhe një grup të mirë fort pensionistësh, edhe që kanë protestuar për pensione dinitoze e për miratimin e minimumit jetim. Ama nuk mund të qëndroj pa thënë një dy fjalë edhe për njerëzit këtu brenda nesh, intelektualët, që bëjnë një punë fantastike në universitete, duke bërë punime shkencore, e në fund gjiten deri në katin e 7 për të quajtur pikat e programit Lëvizjes Bashkë tek zemrat edhe tek shlegjet e gjithë. Shiko, unë njerë ndihem vërtet mirë para gjithë jush për të thënë që ne na kanë bërë bashkë kauzat e 14 vite aktivizëm. Jemi njoft në protesta, jemi njoft në aktivitete, jemi bashku me parime, jemi bashku me ide, e prandaj ekziston Lëvizja Bashkë, e prandaj ne jemi gjithë këtu për të dhënë fund një sistemi të vjetër që me thënë të drejtën na ka varfëruar edhe na ka kriju pabarazi kaq të mëdha sa që mo nuk ka ku shkon më keq. Bravo! Sepse ne duam të japim fund një sistemi që nuk na përfaqëson. Një klasë politike e kalbur e vjetër që nuk na përfaqëson. Një sistem oligarkik që përfaqëson vetëm veten e vet e nuk përfaqëson as studentin, as punëtorin, as pensionistin, as biznesin e vogël, as biznesin e mesëm, as biznesin e ndershëm, as njeriu që don me punu dhe me jetu me ndershmëri. Prandaj jemi mbledhur këtu për ta kundërshtuar një sistem të tillë. Në 34 vite, ne na është përgjysmuar popullsia e vendit. Na është shtu pabarazit dhe padrejtësit, edhe ne na është shkatruar gjithë ekonomia e vendit. Mos ta harrojmë se ne na duhet ekonomia. Edhe prandaj ne na duhet të ndërtojmë një sistem të ri. Një sistem të ri që duam të ndërtojmë ka nevojë domosdoshmërisht për njerëzit e ndershëm. Për 34 vite, politika ka qenë pa parime, pazar dhe pisë. Prandaj njerëzit e ndershëm nuk kanë dashur të bë pisë. Edhe për këtë arsye janë marrë me familjet e hallet e tyre. Mirë po, tani ka ardhur koha që njerëzit e ndershëm të mos merren me politikën e pisët, po të ndërtojnë politikën e pastër edhe të marrin atë çfarë u takon. Bravo! Bravo! Ne na duhet një politikë parimore ku i ndershmi angazhohet politikisht, ku i ndershmi angazhohet në politikë ballë larg. Jo siç ka ndodhur
në këto 34 vite. Sot, unë jam krenar që ballë lartë merrem me politikë. Merrem me politikë bërje, merrem me aktivizëm, protestoj për të drejtat e mia, i kërkoj të drejtat e mia në institucione, edhe kërkoj që njerëzit e ndershëm të futen në institucione. Unë jam krenar që bashkë me shumë aktivist, edhe me gjithë ju, jemi në partinë më progresiste në Shqipëri, më partinë më përparimtare në Shqipëri. Prandaj i bëj thirrje çdo njeriu të ndershëm të bashkohet me lëvizjen bashkë. I bëj thirrje çdo njeriu që nuk e pranon pa drejtësinë dhe pa barazinë të bashkohet me lëvizjen bashkë për t'i dhënë fund këtij sistemi që siç e thash më përpara nuk na përfaqëson. Parasysh që vetëm e mira e mund të keqen. E keqja nuk e mund të keqen, se e keqja ngar me njëra tjetrën na sjell të keqen më të madhe. Prandaj vetëm e mira e mund të keqen. Dua të them pak a shumë filozofike si fjalë, po ama plusi apo x-i vetëm tek numri 2 nuk do të jetë thjesht një votë. E ju a them sinqerisht, nuk do t'jetë thjesht një votë. Është nisja ose fillimi i fundit të politikës së vjetër dhe nisja e lindjes së të resë.